Mi mbrëma të ndëruar shikuesi adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Miza Erisma në Ravec, këtu ku do ta ndjekim duelin ndërmjet Ravecit 0-29 si Gal Prishtinës. Ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën e Ravecit që po mundohet maksimalisht t'i hik fundit të tabelës aty ku i ka aktualisht pikët e barabarta me skuadrën e vllazнимit. Trajneri Samazhiev i ardhur së fundi luan me Pullian Rugovën, Umi Piku në rikthyer gjithashtu pra Rugova dhe Umi Pik pas mungesave në mesjavë rikthehen Rëshej Regja, Berisha Durguti, Ejupi Ujkani, Johnson, Cena dhe Thomas janë në pëtbërjen e vreshtarve. Po shohim pesën startuese të Sigal Prishtinës, Beli, Morina Kakruki, Clarence dhe Khalil Duk startojnë tek Bardh dhe Kaltrit. Mund të jetë përcaktuese edhe për fatin e trajnerit të Sigal Prishtinës, i cili nuk po dim për fitore. Raveci 0-29 që për diçka më tepër në vazhdim të kampionatit dhe shohim vijnë pikët e para nga Fisnik Rugova, megjithatë vazhdon sulmi i skuadrës së Sigal Prishtinës e humb Altin Morina, nuk arriti ta pranon ato teksa në kundërsulm realizon Pullian Clarence. Timi i tij, por nuk vijnë pikët. E vjedh Adrio Bailey topin. Edhe njerë topin në duart e Elijah Clarence, Sajra dhe qëllon. Ka marrë kërcimin Altin Morina, niset në sulm. Prishtinasit Khalil Dux, gjuan për 3 pike realizon. Për të barazuar rezultatin. Rugova, Ilir Bardh Regja edhe njerë në kosh. Në gjë. Bukur ai top tek, Fisnik Rugova i cili realizon dhe ndalet me faul. Do t'jetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë. Fisnik Rugova shënja asistin e Kentrell Pullian. Fenomenal. Sigal Prishtinës, bukur ai topi Dux për Adrio Bailey. Pas një iniciativën skuadra e Rahovecit, bukur ai top tek Valmir Kakruki. Vjen një akcion Johnson. Gjuan për 3 realizon kësaj radhe Jalen Johnson. Umi Pik, Johnson, edhe një tjetër treshe. Vjen tentimi Umi Pik, nuk ka pika kësaj radhe. Shmë Elijah Clarence në kundërsulm. Rezultatit në vazhdimsi. Bukur lëviz topit Thomas. Gjuan për 3 pike realizon Dux tek Kelby Kramer, i cili i realizon pikët e tij të para në duart e Adrio Bailey. Don Poloshka gjuan për 3 pike realizon Don Poloshka për t'ja dhënë. Cili e ka presionin e Rugovës. Poloshka do të tenton edhe njerë për 3 pike edhe njëherë Don Poloshka. I sakt Umi Pik, bukur në anën tjetër për Fisnik Rugovën. Në përfundim të sulmit të skuadrës Sigal Prishtinës, Poloshka për Kramer. Funksionon kjo dyshe. Asisti kapiteni tashmë. 31-34 në të mirë të Sigal Prishtinës. Bukur e këthen dobin tek Julian Rëshej, cili realizon. Khalil Dux tenton për 3 pik. Vjen treshja e Bailey. Adrio Bailey, bukur asiston për Valmir Kakrukin. Shkërajnë top tek Pullian. Blokat monstruoze Adrio Bailey. Sheni si e kanë zënë në hap. Jo, i thot Adrio Bailey. Rade nuk arritë të realizon Rugova. Elijah Clarence. Vetë arin edhe njëherë të realizon Elijah Clarence. Ti të dy fishini. Presionin në mbrojtje, edhe një top i vjedhur. Elijah Clarence
Khalil Dux për 3 pikë realizon. 34-52 shpërthen Sigal Prishtina. Pullian Gjuan për 3, shkon ai top tek Roshej, i cili realizon. Vim pikët e Ravici. Pullian nga një lartësi e madhe, Gjuan për 3 pikë realizon. Umi pikë, ndalet e këthen tupin të Kenchel Pullian, do Gjuan Pullian edhe njerë për 3 pikë, edhe njerë është i sa Kenchel Pullian. Kenchel Pullian. Umi pikë, për 3 dhe Aizia Umi pikë realizon. Qereku të tretë të ndeshjes, Elijah Kramer teksa Jon Ismaili nuk shkon pasimi. Khalil Dux kundër Solmi Pullian. Clarence nuk qëlloj, ja hapi plotësisht rrugën Altin Morina. Gjithsesi nuk realizoi Elijah Clarence luftë për ato. Julian Roshej realizoi. Tek Thomas, i cili Gjuan realizon për 3 pikë. Adonis Thomas i sak për 3. 55-63. Johnson tek Aizia Umi pikë. Ilir Jalen Johnson realizon edhe një tjetër ndalë që shka Elijah Clarence. Ismaili edhe një herë kësaj radhe qëllon treshën. Jon Ismaili për ta përfunduar këtë ndeshje, sa do që u mundua Raveci 0-29 në maksimum. Prishtina arrin fitoren falë, definitivisht qereku të tretë më të mirë.